من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndrimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut shumë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E falenderojmë Agjidanin që e ka bërë ftesën edhe organizimin edhe juve gjithëve që jeni prezent. Është bon një vjet nga viti i kaluar që kemi pas një organizim të tillë dhe të ardhur dhe masi ku marr këtu komendue të fjala Allah subhanahu wa taala wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama'. Thot Allah subhanahu wa taala, o Muhammed, përmend javë si shembull njerëzve jetën e kësaj bote e cila është sikur një shi i cili zbret nga qielli. Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya, që javë shembull jetën e kësaj bote kema in anzalnahu min as-sama', sikur uji që zbret, shiu që zbret prej qielli. Dhe shiu prej qielli zbret shpejt. Qashtu edhe jeta e kësaj bote kalon shpejt. Shiun që elçon Allah subhanahu wa taala, për ati ka mundësi me pas begati, e të cilin Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka quajtur ghaith, nga se shiu nuk është gjithmonë begati, kanë herë është edhe dënim. Jeta e kësaj bote ka mundësi me u shfrytëzuar si shiu, i cili bjen me të shpejt, edhe jeta shkon shpejt, edhe shiu ku të bjen tokë jep si rezultat ose begati, e bin bimet prej tina, ose e shkatron, e prish venin. Edhe jetën që e kena na që na ka kaluar shumë shpejt, si cili prej neve që jena, që të vite që jena kanë kaluar shumë shpejt, sikur që shiu që bjen për qielli. Ose e kemi shfrytzuar këtë jetë për fesad, për sherr. Ose e kemi shfrytzuar këtë jetë për me bë hajër, sikur që shiu ose ka me dhon bereqet begati, ose ka me bë shkatrim. Në hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit i ka krahasuar gjithashtu me shiun edhe me tokën e cila pranon shiun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz janë sikur ajo toka e cila e pranon shiun, e ma për veti jep bim për shkak të ujitjes, edhe vin edhe gjallënesat e tjera pin ujë të kjo tokë që ka mojt ujin. Ka një tokë tjetër e cila është ma thot, ma shkret, e ma ujin si rezervar, pin të tjerët a më për veti sfiton. Kurse ka një tokë, aja është të keqe, as nuk e ma ujin, as nuk je bereqet për veti, as së në fiton kërkush për sajna. Besimtari është sikur lloji i parë i tokës edhe i shiut, i cili kur e ka marrë vahin, shpalljen prej Allahut, edhe ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka fitu për veti. Edhe i ka bërë edhe fëmijët e vet, e familjen e vet, i ka rritë, i ka edukuar që ka marrë prej qiellit, prej te Allah subhanahu wa taala, edhe kur ka dosh dikush me fituar diçka në fe piktina, i ka dhënë mundësi sikur ajo toka që ka rujt ujin. Lloji i dytë Allah na rujt janë munafikin. Ato na i llogaritmi gjithmonë si musliman se nuk e dina. Nga se edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, munafikët nuk i kanë ditë. I kanë llogarit musliman. Ata çka bojnë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi edhe musliman kanë dobi për tyne, ama ata për veti nuk kanë me po asnjë dobi në ditën e Kiametit. Hadithën e saktë të cilën e transmeton Imam Buhariu. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i pari që ka me hyrë në xhehenem ai që ka pas dituri. Një hadith tjetër, sillet në xhehenem rreth zorrëve të tij sikur magori, edhe vin njerëzit e pyesin, çka u bë, po ti na ke kallëzuar neve fe, ti na ke mojt neve vajz, ti na ke kallëzuar neve dispozita, na ke kallëzuar çka është haram, na ke kallëzuar çka është halal. Kurse vet në xhehenem, thot pejgamberi sa thot po se juve ju mësua më për veti si ku mbo.
juve këm urdhnu për mirë, ama për vetë që më dalu se këm bot mirën, juve këm urdhnu më ndalu nga keqja, ama vetë këm shu këm bot keqen. E kjo sikur shembull e asaj toke e cila ujnë e ma, edhe vinë gjallënes e tjera, pinë për këti ujë, po toka që kjo tokë s'ka kur far dobije prej ujit. Edhe njerëzit e cilët mësojnë Kur'an, e mësojnë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mësojnë çështje fetare, por nëse në mbrëmsinë e zemrave tyne nuk ka zonë në vend kjo fjallë ose ka mësu për veti, nuk ka dobi kur gjën ditën e kiametit, edhe nëse kret bota shkojnë në xhennet për shkak këtina, ama ky shkon në xhenem. Dhe treta është që s'ka as interesohet për dije fetare, as si shahani kërkush në fe, as për veti, as në familje vetë, as për kërkon, as sikur shembull asaj tokës e cila nuk jep, as nuk nal ujë, as nuk jep fruta, as kërgjë. Nëse viti shkon që ka shpejt, edhe jeta kalon që ka shpejt, për se cilin për neve ka marrë dita që kemi në taku me Allah subhanu ta'ala. Dhe për to s'ka rrugë zgjidhje tjetër, s'ka mundësi. Këtë në teori e dim, se nuk kem mundësi pashku me u taku me Allah, e takimi unë me Allah në është afer. E nëse në 50 vjetë, për para neve apet është shkurt, se 50 vjetë janë pak. Edhe ka 100 mukona apet është shkurt, ama në bas praktikës, në është të kërkush për neve nuk i ka, për neve, për aty në qenë matrit këtu, nuk i kanë 100 vjetë për shkak se je gjatësia umetit me një mesatare motët nga 60 deri në 70 vjetë. Nuk bën, as nuk lejohet, as nuk ka fitim kërkush për neve, për as një çështje me ndru, e me shtremu, e mos me ecë në atë që ka urdhëruar Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa marrë parasysh se çka bëhet, edhe pse falëndrimi tek Allah subhanahu wa taala kur gjë sot u bë më neve hiç. Se që 20 vjetë, 30 vjetë e kemë këtë fe personal, si se i për neve që e llogarit pe uzimet ose pe kur ka fillu namazi, nuk është që na u ka bë kiameti kur gjë. Edhe që e pjesë tjetër ka më shkuar, kurse qëndrimi para Allah subhanahu wa taala, nëse nuk ka qenë sinqeritetin në jetën e kësaj bote, është qëndrim i dështuar. Për të veç për ju këshilloj shkurt për shkak se elhamdulillah kem hoxhallore hafuza gjithë ka pak me fol, me fitua për dituris, edhe davetit tënve, që lusë Allah subhanahu wa taala me që bereqet si cilit me venën e vetë, me që sinceritet, me që prani, kabul, me abo Allah subhanahu wa taala veprat edhe njerëzit, me i pranu ata për shkak pranis që e vepa Allah subhanahu wa taala, atëre jeta shkon shpejt, edhe ka shkuar shpejt që ka shkuar deri tash, edhe ajo tjetra që ka mbet shkon qëtë rrjedh, sikur që rrjedh shiu prej nalti, ai që shfrytëzon për begati, ka me qeni lumtur ditën e kiametit në qëndrimin para Allahut, ai cili mashtrohet edhe i jep përparësi gjonave tjera përveç asaj për të cilën jemi kriju. Ai është adhurimi i Allah subhanahu wa taala, ka me dalë dështum. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.